Presidenti i Emirateve ka dërguar këtë delegacion në mënyrë që të shohim se si mund të investojmë edhe më shumë në sektorin e shëndetësisë. Unë i kam prezantuar disa projekte konkrete me shpresën që Emiratet e Bashkuara Arabe do të na mbështesin. Siç e dini, kemi spitalin e fëmijëve që ka qenë donacion nga Emiratet. Tani kemi edhe donacionin e dytë, spitalin e ginekologjisë, i cili do të ndërtohet nga fillimi. Deri pak më herët ishim në QKUK, ku e pam edhe lokacionin ku do të ndërtohet, dhe tani erdhëm në Mitrovic, ku kemi prezantuar bashkarisht me Ministrinë e Shëndetësisë dhe kryetarin e komunës një projekt madhor, i cili besoj që do ta ndryshojë historinë e këtij qyteti dhe do të ketë impakt të jashtëzakonshëm jo vetëm në shëndetin e qytetarëve, por edhe shumë më shumë, me shpresën që do të arrijmë një pajtim që Emiratet e Bashkuara Arabe të na mbështesin atë drejtim. Do të jetë njëri prej projekteve që do të ndryshojë krejt qasjen dhe kualitetin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore, që do të ketë impakt të jashtëzakonshëm edhe në aspektin ekonomik për Mitrovicën, po jo vetëm për Mitrovicën, po ideja dhe projekcioni që ne kemi diskutuar sot dhe presidenti ja ka diskutuar gjatë vizitës zyrtare që ka realizuar së fundmi, e ndryshon nivelin e shërbimeve shëndetësore dhe e ndryshon tërësisht nivelin e mirëqenies dhe zhvillimit ekonomik të Mitrovicës. Për shkak se bëhet fjalë për një investim madhor që nuk ka ndodhur deri më tashmë në Kosovën e pasluftës. Ne po vim në Mitrovic nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës, ku edhe aty do të fillojë një projekt shumë shpejt, po ashtu nga miqtan nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Klinika e re e ginekologjisë, e cila do të lidhet me klinikën e pediatrisë tashmë të ndërtuar, dhe kjo natyrisht do të shërbej shumë në aspektin e ofrimit sa më cilësor të shërbimeve për gratë dhe fëmijët. Në anën tjetër, atë që presidentja ka shkuar herën e fundit dhe kanë diskutuar dhe tani më jemi para një projekti gjigant, si tha presidentja dhe kryetari Fatoni, është spitali në Mitrovic, i cili përveç se do të jetë një nga spitalet më moderne, përveç se do të jetë një nga spitalet me infrastrukturë, po edhe me pajisje më moderne, do të jetë një spital që do të ofrojë shërbime nga secila pjesë e këtij rajoni, duke përfshirë Mitrovicën jugore, Mitrovicën veriore, por edhe pjesë të tjera siç janë Ushtria, Skenderaj dhe jo vetëm.